Prokurore, trupi gjykus e sheh të arsyeshme t'ju jap kohën e nevojshme juve që t'i bartni sekuencat me cilat dëshironi të provoni pretendimet e juja, kryen e veprës penale, për ndryshe në këtë formë nuk po mundemi pesheni edhe vetë, nuk ka mundësi kështu sepse foldera ka shumë. Nëse je e gatshme, nëse të vynë kohë sot, mirë, nëse jo, shkoj me datën 12, e kemi caktuar edhe i qet me një CD edhe vazhdojmë tutje. CD-u postavi ćemo i nastavit ćemo. Sada je ušla advokat te utržnje. Po, prokurore? U pauzë. Në pauza, para dite dhe mas dite të shështimit gjyqësor, unë kam provuar të kontaktoj me IT-in, me zyrtarën e IT-s. Profesionistin nga prokuroria që të mund të ndajmë videoincizimet. Mirë po. Pasi që ka qenë pauza, nuk kanë qenë të qasshëm të disponueshëm, ashtu që do të ishte më së miri. Pasi që folderi ka të bëj për videoincizimet, para pamjet e shtëpis, pamjet para shtëpis të akuzuarit Naim Museli, është një file i madh video, diku 700 deri në 800 gigabajt, ashtu që do të ishte mirë që kjo seancë të caktohet për ndonjë ditë tjetër, apo të mbahet me datën 12, dhe se prokuroria do mundohet që sekvencat të cilët janë me rëndësi t'i ndajmë dhe t'i bartë në një CD dhe t'i dorëzon pastaj të ndara. Ne, si prokurori, për arsye të mbrojtjes, në harddiskun e cekur ne i kemi bartur të gjitha përmbajtjet nga DVR-i pa ndarë asgjë, i kemi bartur të gjitha incizimet nga DVR-i në harddisk. Dhe nuk kemi ndërprerë dhe nuk kemi shkëputur asnjë sekvencë për arsye që mundet të kenë keq kuptime dhe të kemi pastaj edhe kundërshtime nga ana e mbrojtjes. Që mos t'i bjen që prokuroria ka dashur diçka të fsheh nga ajo, por pasi që tani e shohim që kjo qenë ka problem që të gjitha incizimet të jemi dhe koha për të cilën për ne është me rëndësi, që të vërtetojmë dhe të tregojmë lëvizjet e Naim Muselit atë ditë kur ka qenë dita kritike e ndodhjes, dhe disa ndodhje që kanë ndodhur,
të nesërmen me datën 30/11/2023. Dërgjoni Dhe njëherë dhe të paraqesim momentin kur na i Murseli, se s'kam bri me shkru tringa, nëse mund është edhe njerë me përsërit. Lëvizjet etike. lëvizjet e Nai Murselit ditën kritike, si dhe disa veprime dhe ndodhje ditën e nesërme me datën 30/11 të vitit 2023. Ashtu që prokuroria, mbas të kësaj, do të mundohet t'i ndaj sekvencat të kohës të cilën e kemi propozuar që të shihen dhe të paraqitet për datën e cila është e caktuar për seancën e radhës me 12/12/2025. Kurse në ndërkohë do të kisha dëshirë të deklaroj për trupin gjykues, pasi që të gjitha videoincizimet janë në CD-a tjerë dhe në DVD tjerë, që të udhëzoj zyrtarin e IT-s të kësaj gjykate, që të jetë i përgatitur që të mundemi t'i shiqojmë dhe t'i tregoj atë ditë kur e kemi datën e caktuar dhe për të gjitha incizimet për të cilat më herët kemi bërë propozim që të shiqohen. Kurse prokuroria si ta bëj ndarjen të videoincizimeve, të cilat janë të marra nga DVR-i, nga incizuesi, do t'i dorëzoj të gjitha palëve të interesuara në këtë procedurë. Ju faleminderit. Po, kryerisht, nga në këto rrethona, trupi gjykues merr vendim. Aprovohet propozimi i prokurorit të shtetit. Seanca sotit ndërpritet dhe e radhës do të jetë më datë 12/12, sipas agjendës që kemi paracaktuar, sipas agjendës së paracaktuar. Paradite është ring. 9 deri në 12 është. Prokurore, sa kohë ju nevojitet për këto? Sa kohë ju nevojitet? Nuk e dini. Okej. Seanca përfundoi në ora 13:38. Pritni ta nënshkruajnë proces verbalin, të akuzuarit kanë me nënshkru procesin. Okej.